A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fillimisht e falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që Zoti na ka nderuar me këtë ndeje ku përmbetet Allahu subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith tregon që Zoti mburret karshi me laçeve, do të thonë karshi këtyre ndejeve. Kur i takon me laçe thot shikoni robët e mi, jam mbledhur dhe ata më përmendin mua. Lavdro Zoti karshi me laçeve. Kjo që janë këta ndeje janë veçanta, do thonë te Zoti subhanahu wa taala. Mërin e Zotit sonte e zgjedha për juve një temë që shumë shkon për qefi me diskutuar shpesh këtë temë. Sa është një ibadet që sa herë ballafaqohemi, nuk ka nevojë me pas abdes, nuk ka nevojë me kthika kibla, nuk ka nevojë më thonë me ne çut. Çdo është adhurim, është adhurimi i dhikri, përmendja e Allahut. Është një ibadet i lehtë për gjuhën, por se vapot i ka shumë lloje dhikri. Zoti subhanahu wa taala më dhon shumë vende në Kur'an e përmendën çështën e dhikrit dhe që ka vlerat më dhoja përmendja e Allahut subhanahu wa taala. Mërin e Zotit sonte të përmend disa çështje që mendoj që janë më rëndësishme i kuptue sa i përket meselës së dhikrit. E para, çka i bie dhikr fjala? Dhikr i bie më thon përmendje. Dhikrullah, përmendja e Allahut. E kundërta e dhikrit i bie më thonë haresa ose gafleti. Më dhe kundërta e dhikrit është haresa ose gafleti, më thonë neglizhimi. Më një njeri që se përmend Allahun ose ka haru ose ka kap gafleti. Ai di që duhet me përmend Zotin, por është mashtruar me dynjë, nuk i shkon mendja asnjëherë me përmend Allahun subhanallahu teala. Pra më thonë këtë kuptim e ka dhikri. Më thonë përmendja e Allahut e kundërta e dhikrit është më thonë haresa ose është më thonë gafleti. Edhe në gjuhën shqipe përmendet gafil, personi që është i shkujdesur, nuk është aty pari, mund të përmend Allahun subhanahu wa taala. Kjo është çështja e parë. E dyta, nëse dashur, dhikri kanë thënë ulemaja i përfshin dy sende. Dhikri që është e zemrës edhe dhikri që është i gjuhës. Kur me gjuhë njeriu bën dhikr, por është një lloj tjetër i dhikrit që është përmendja e Allahut me zemër. Si ndodh kjo përmendja e Allahut me zemër? Ulemat i kanë dhënë disa shembuj, ka shumë shembuj, por do të përmendim disa prej tyre. E para është dhikri i Allahut me zemër, ndodhen ta mendosh madhinë e Allahut. Të meditosh rreth një nimetit të Allahut. Allahu ka dhënë begati, nalesh mendon, kjo është dhikr. E ke përmend mirën e Zotit. Ose e merr një ajet kuranor, e merr një sure, edhe nalesh mediton rreth asaj surës, edhe kjo është dhikr. Por është dhikr i zemrës, nuk është dhikr i gjuhës. Lloji tjetër i dhikr, thonë ulemaja, është dhikri i gjuhës. Që kjo shpesh neve kur thëna dhikr, na shkon mendja te kjo e dyta. Themi dhikri i gjuhës. Edhe kjo është shumica e rasteve kjo kuptohet. Edhe pse edhe e para, më thonë dhikri, më thonë ka vend, më thonë në shariatin e Zotit. Një argument që dhikri është i zemrës, është hadithi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka thënë sallam, kur ti shihni bafsët e xhenetit, uluni aty. Sahabët thanë ja Rasulullah, ku janë bafsët e xhenetit? Tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hilaqu dhikr. Hallkat e dhikrit. Çfarë janë këto hallkat e dhikrit? Mund ndejet ku mësohet feja. Më thonë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e kanë thujt në kësa ndeje kur rrimin ne mejliset e dhikrit. Ne si të bëj çdo njëri në veti, s'po themi subhanallahu alhamdulillah sallallahu akbar. Ne po nalmi edhe ndëgjojmë fjalët e Zotit, edhe nalmi i meditojmë këta fjalë, edhe mundohemi me përmirësu jetën, mundohemi me përmirësu veprat, edhe kjo konsiderohet dhikr. Si thash, dhikri i zemrës. Tu nalesh dhe mediton një çështje fetare, një mësim fetar dhe mundohesh me e kuptuar dhe tani inshallah me lejen e Zotit me e zbatuar. Bile thon dietartë, dhikri i zemrës është numër 1, tani vjen dhikri i gjuhës. Pse kjo? Thot Abdulaziz Tarifi, ka një fjalë shumë të mirë, ka thonë këtë dietari, me lem yatafakkar billahi qalbu, thot këtë dietar, ai i thot nuk e fillon meditimin për nga zemra për Allahun, kush nuk fillon prej këtujit, të mendojë rreth Zotit, thot len yadhkur Allah lisana. Nuk e përmend gjuha. Nëse nuk fillon përmendja nga zemra, nuk shkon drejt tek gjuha. E këpo shpesh njerëzit pse nuk bëjnë dhikr shumë? Se nuk i shkon mendja, nuk ka filluar te zemra. Me shku mendja te Allahu, te obligimet e Zotit, te ndalesat e Allahut,
Ki më thonë kam i shku mendja dhe me thonë subhanallah, me thonë alhamdulillah, me thonë Allahu Ekber, me madhu Zotin subhanahu wa taala. Por ki më thonë zemrën e ka gafil, kështu që edhe gjuha me nga flet. Kështu që më thonë esenca e dhikrit fillon për dhikri i zemrës, tani del ajo te gjymtyra, atë del edhe te gjuha. Tha për këtë detale thot wa idha ajazat al-lisan an al-dhikr ajazat al-jawarih, thot dietari an al-amal. Thot nëse nalet thot gjuha nga dhikri, thot nalet edhe vepër edhe gjymtyrat nga veprat. Interesant, shikoni njerëzit që më pak punojnë, janë ata që mas pakti bëjnë dhikr. Aleikum selam. Mon njerëzit më pak që punojnë janë ata mas pakti që bëjnë dhikr. Mon dhikri më ka shumë vlerat më dhon, si thash, më dhon njeriu e forcojnë, japin takat ai që bën dhikr shumë. Pra më thon kjo është më thon dhikrim, pra kemi më thon dhikrin e si thash pak më herët dhikri që është më thon i zemrës dhe i gjuhës. Është një ndarje tjetër. Disa ulema thonë dhikri ndahet me një aspekt tjetër. Kemi dhikri i përgjithshëm edhe dhikri i veçantë. Dhikri i përgjithshëm është falja e namazit, është dhikr. Leximi i Kuranit është dhikr. Urdhërimin e të mirë, ndalimi nga e keqja. Më thonë zeqati, agjerimi, krejt këto ibadetit janë dhikr. Pse dhikr? Se në me këtë adhurim ne kujtojmë Zotin. Nga ky aspekt më thonë edhe këta konsiderohen që ne kemi përmend Allahun subhanallahu vetëm me forma të ndryshme. Dhikri që është i veçantë, ajo që është me gjuhë, më thonë që për më pak më herët, dhikri që bëhet vetëm me përshpëritjen e gjuhës. Ulemat e ndajnë dhikrin me një aspekt tjetër. Ka një ndarje tjetër. Disa ulemat thonë dhikri mund të jetë me zemër, mund të jetë me gjuhë dhe mund të jetë edhe me vepra. Edhe kjo është një ndarje tjetër. Pra ulemat i kemi disa ndarje sa i përket dhikrit. Këtu një meselë desha me e nënvizu një çështje. Ai që bën dhikr Zotin me gjuhë, a është patjetër me i lëviz buzët apo edhe me përshpërit me zan? Se ne shpesh ndodhin, ka ndodhur në xhami ku po xhamat, hin namaz falet, e lexon Fatihan, po nuk i lëviz buzët hiç. Ose shkon ruku thot subhana rabbiyal azim, nuk i lëviz buzët hiç. As nuk përshpërit, më thonë, nuk nxjerr asnjë zër. Ulemat kanë thonë se nuk ka përshpëritje me gjuhë, edhe me lëvizjen e buzëve nuk konsiderohet dhikr. Andaj duhet të pas kujdes shumë kur jemi në namaz. I kom po shpesh xhamati hin namaz lidhet dhe e sheh që ai nuk i lëviz buzët fare hiç. Më duhet patjetër që mu konsiderohet dhikr për lëvizja e buzës dhe gjuhës. Kjo është më thonë obligative. Nëse që më dikush e lexon Fatihan, namaz, edhe se ka lexuar me gjuhën e tij dhe me buzët që i ka, kështu që më thonë ki nuk ka namaz. Ke kalon një vajxhib për vajxhivet namazit. Nga se ka lexuar Fatihan, kjo duhet pas kujdes me dhikri, bëhet më thonë me gjuhë më thonë. Kurse zërin ka thonë ulemaja, me nxjerr një zë të vogël është mirë, por nuk është patjetër. Një përshpëritje e vogël sa me një veshjat, kjo është mirë. Me vërtetuar çe që i thonë. Por kjo nuk është patjetër. Ajo që është patjetër, më thonë gjatë përmendjes së Zotit dhe gjatë leximit të Kuranit, sidomos tash vjen muaj Ramazanit, është mirë hatmën që lexojmë, më thonë me e ngrit pak zërin edhe me lëviz buzët. Si mos e lëvizish buzët, më thonë, nuk është kjo lexim. Kjo ndoshta mund me qenë vetëm meditim. Ose vetëm e ki pa faqen e musafit. Nuk konsiderohet më thonë që e ki lexuar më thonë fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Pra kjo është më thonë sa i përket çështjes llojet e dhikrit. Tash desha munat të një mesele që shumë më thonë gjithmonë mendoj rreth kësaj çështje, sa duhet muslimani ta përmendë Allahun subhanahu wa taala. Pse po them këtë fjalë, sa duhet me përmendën? Nga sa Allah thot në Kur'an në një ajet kuranor, ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira. O ju që besuat, përmendni Allahun shumë. Thonë ulemaja, i vetmi ibadet që ka ardhur në këtë formë është dhikri. Nuk ka thonë Allah në Kur'an, falni shumë namaz, bëni shumë agjerim, jepni shumë sadaka, por ka thonë Zoti bëni shumë dhikr. Dhikri është për ibadeteve të veçanta. Pyeta si më thonë, pse kjo e veçantë? Se thonë ulemaja, njeriu që bën dhikr Allahun, thonë gjymtyra më afër zemrës është gjuha. Nëse aktivizohet gjuha, aktivizohet zemra. Nëse nalet gjuha, nalet edhe zemra. Pyeta si më thonë Zoti shumë vjen në Kur'an edhe në hadithe, e shohim që më thonë njeriu duhet të përmend Allahun shumë.
Kjo ishte më thonë mesele. Sa një çështje tjetër sa i përket kësaj çështje me përmend Allahun shumë. Sa është kjo shumë? Ulemat janë sigurisht më thonë, transmeton nga Ibn Abbasi, kemi një thënie nga Abu Amr ibn Salahi, kanë thonë këta ulemaja, kanë thonë yadhkurun Allah fi adbari salawat. Nëse do me kom për këtyre njerëz që përmendin Allahun shumë, duhesh pas çdo namazi me bë dhikr. Dhe është dhikri që themi 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar, la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Këtë dhikr me bë. Tjetër çka kanë thonë ulemaja, kanë thonë në mëngjes e në mbrëmje, në çdo lëvizje që ka ardhur për hadithe, një dhikr i caktuar ti me praktiku. Shembull ka ardhur në hadithe, pejgamberi sa ku ka dalë për shtëpisë ka bëu dhikr. Ku ka hyrë në shtëpi ka bëu dhikr. Ku ka hyrë në xhami ka bëu dhikr. Ku ka dalë për xhamisë se ka përmend Zotin. Dhikri i mëngjesit, dhikri i mbrëmjes, dhikri kur bimi me flet, dua që janë para xhumit. Nëse njeriu gjitha këto hadithe që kanë ardhur dhe mundohet mi praktikue, thotë që ky njeri konsiderohet prej atyre që e kanë përmend Allahun shumë. Kjo është një ijtihad, një përpjekje e dietarëve që kanë dashur me definu sa duhet me qenë shumja. E shumja është më thonë ai cili praktikon çfarë, më thonë inshallah me dinë e Zotit, është prej këtyre njerëzve që e përmendin Allahun subhanallahu teala shumë. Është një hadith interesant, musera dhe që hadithi shumë le përshtypje, se përket meselës së dhikrit, pejgamberi sa thotë në hadith sabaqa al-mufarridun. Na të i kaluan ata që janë të veçantë. Na të i kaluan, ka thënë mesela. Sahabët thanë, ja Rasulullah, wa mal mufarridun. Kush që kanë këta që kanë të veçantë, që kanë më thonë për atyre që Zoti pas ka veçuar, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, adh-dhakirin Allaha kathiran wa adh-dhakirat. Këta janë ata të cilët më thonë Allahun e përmendin shumë, prej grave dhe prej burrave. Pra më thonë njeriu që e përmend Allahun shumë, që nga prej personave që janë të veçantë. E përmendëm në fillim, më thonë këta ndejet, më thonë janë mezhliset e dhikrit. Ka ardhur një hadith pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Sahih Muslim. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tregon Muawiya radhiyallahu anhu, thotë njëri për ditëve pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i pa sahabët ishin mbledhur në xhami. Edhe i pyeti sahabët, "Ma ajlesakum?" Çka ju bëri juve që jeni naltu, po jeni ulën, edhe po rini në xhami? I ka pyetur pejgamberi sahabët. Pejgamberi tha, "Jalasna than sahabët, jalasna nadhkurullaha wa nahmaduhu ala ma hadana al-islam." Ata thanë, ja Rasulullah, ne jemi ul në xhami, ina të përmend Zotin, edhe jemi të përfamduru Allahun që na ka udhëzuar në Islam. Pra dhe me thonë, alhamdulillah që Allah na ka udhëzuar edhe kjo dhikr është. Edhe thotë ki, wa man bihi alejna, dhe Zotin na ka nderuar me ty o pejgamber. Thotë jemi ul në xhami dhe ne këtë mohabet po e bëjmë. Ina të përmend Zotin, ina të përfamduru Allahun për udhëzimin që e kemi, edhe ti që të kemi si pejgamber. Sahabët kështu janë ul në xhami. Pra sa tha, Allahumma ajlasakum ila dhalik. Pasha Zota, vetëm për këtë punin e ul, nuk keni pas ndonjë arsye tjetër. Pejgamberi sa tha, atë sahabët thanë, Allahumma ajlasna ila dhalik. Pasha Zotin pejgamber, nuk kemi ul për asnjë send tjetër, vetëm për këtë arsye. Jemi ul me përmend Allahun, me famëndu Zotin, edhe me famëndu Allahun për që ti të kemi si pejgamber. Çfarë thon pejgamberi sallam? Tha, "Ama inni lam astahlikum tuhmatan lakum." Tha pejgamberi sallam, pasha Zotin, unë nuk kërkova nga ju të betoni që nuk ju besoj juve. Nuk e kjo arsyeja pse ju thash kështu ne. Ju pita më thon. Po tha pejgamberi sallam, "Walakin atani Jibril", por tha pejgamberi sallam, më erdhi Jibrili alayhis salam, "Fa akhbarani anna Allah yubahi bihimul malaika." Tha unë veç desha më kallëzue që erdhi me laça Jibrili alayhis salam dhe më lajmëroi dhe më informoi që Zoti krenohet kashim me laçë me këtë ndejen e juve. Pra më ndeja e mezhlisë. Këtu e kuptojmë që këta ndeja në veçanta, do mezhlisë ku mësohet Allahu, ku mësohet feja, ku mësohet suneti, ku përmendet Allah, ku famëndohet Zoti subhanahu wa taala, pra janë më thon ndeje të veçanta. Dhe së dashur deshta me përmendën një çështje që shpesh kohët e fundit njerëzit lipin lumturi, qetësinë shpirtërore, më rahatllëk, më miragu brengave, problemeve. Allah ka dhënë një ilaç për këtë problem, për këta probleme që janë shpirtërore, sëmundje shpirtërore, që njerëzit nuk kanë rahat, nuk njihen mirë, është dhikri. Allah ka përmendur në Kur'an në një ajet, thotë Zoti subhanahu wa taala, "Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah." Ata që besuan, thotë atyre ju qetësohet zemra me përmendjen e Allahut.
ata që besuan, thotë ju qetësohet zemra me përmendjen e Allahut, dhe thotë ela bi zikrillahi tatma'innul qulub. Keni kujdes se me dhikrin e Allahut qetësohen zemrat. Tregon nga Hasan al-Basriu, një person kishte ardhur dhe kishte thënë o dietar, po nini çfarë brengë në zemrën time. Me çka më këshillon? Me çfarë nasiati po më jep mua që unë më largu këtë brengë, këtë mërzi, këtë gale që kam në zemër? I ka thonë Hasan al-Basriu, ka thonë largoje këtë brengë me dhikr. Duke përmendur Zotin, më thonë e largon këtë brengë. Më thonë edhe ka edhe shumë hadithe tjera që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam më thonë na kanë nxit për këtë çështje. Aq shumë ka hadithe për dhikrin, çuditësh më thonë, saqë më thonë në gjuhën tonë alhamdulillah kemi edhe librin Buroja e Muslimanit, është një libër veçantë, është mirë si për neve me pas afër këtë libër dhe me shikuar ato dua që janë transmetuar nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe me zbatuar gradualisht. Do të nuk mësohet për një natë këtë libër. Po do ta kesh plan program të jetës, më thonë që çdo ditë me këshirën çfarë dhikri është transmetuar, më thonë gjatë ditës ose gjatë lëvizjeve që bëjmë ditore. Është më një hadith këtu këtë hadith ta shohim që Allahu kënaqet kur robi çdo pjesë të bukës kur është në gojë e famdon Allahun. Është më një hadith, hadithin e Sahih Muslim, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam inna Allaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kula al-aklata fayahmaduhu 'alayha. Allahu kënaqet, thot kur robi është një pjesë të bukës në gojë, edhe thot alhamdulillah. Edhe vazhdon hadithi au yashrabu al-shabata fayahmadu 'alayha, ose e pin një diçka ujë pe pijeve të caktuara, edhe pasi që ka pi ujin, më thonë atë pjesë të ujit, thot e ka falënderuar Allahun subhanahu wa taala. Allahu kënaqet. Këtu e kupton nga kjo hadith që nëse do me fitu razinë e Zotit subhanahu wa taala, kjo fitohet përmes përmendjes së Allahut subhanahu wa taala. Në një hadith tjetër, si thash më herë, ka shumë hadithe. Në një hadith tjetër vjen një sahabi thotë ja Rasulullah, mësimet islame janë bërë shumë. Jemi ngarku bajgi. Shumë farze, shumë dalesa, shumë harame. Pastaj thotë na tregon një çështje që ne të kapmi fort për ta. Çfarë thotë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam? I thotë sahabit la yazalu lisanuka ratban bi dhikrillah. I thotë sahabit bëne ti gjuhën tonë në vazhdimsi të njom, të lakt me dhikrin e Zotit. Nuk i tha vazhdo në farze, largo pi haram, po i tha gjuhën ta kesh lagur. Nëse e ke të lagur gjuhën do të kesh edhe vepra të mira. Kjo hadith na shërben te çështja që thashëm në fillim. Nëse zemra, më thonë lagë, nëse zemra kthjellet edhe trupi. Çka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në trupin e njeriu, ala fil jasadi mudgha, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në trupin e njeriu është një copë mishi. Nëse ajo përmirësohet, tërë trupi është përmirësu, nëse ajo prishet, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tërë trupi është prish, keni kujdes, ajo është zemra. Pra mos si përmirësohet kjo zemër? Numër 1, më thonë, ilaçi kryesor është dhikri. Dhikri, më thonë, e zbut zemrën, e qetëson zemrën, e mbush me iman dhe e largon edhe nga mëkatet. Kjo është më thonë një vlerë tjetër që e ka dhikri. Gjithashtu për vlerët që kanë ardhur në hadithe, për vlerën e dhikrit është hadithi ku pejgamberi ka treguar që shembulli i atij që përmend Zotin dhe atij tjetër që se përmend Allahun është sikur shembulli i gjallit me të vdekurit. Para më çfarë dallimi, krahasimi, se ki përmend Zotin e ki zemër të vdekur. E përmend Allahun e ki zemër të gjallë. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, hadith është në Buhari, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mathalu alladhi yadhkuru rabbah walladhi la yadhkuru kamathali al-hayy wal-mayyit. Shembulli i atij që përmend Zotin dhe atij tjetër që se përmend, thotë sikur shembulli të gjallit me të vdekurin. Pastaj e merr një shembull tjetër, thotë mathalu al-bayti alladhi yudhkaru fihi wal-baytu alladhi la yadhkuru Allah fihi mathalu al-hayy wal-mayyit. Thotë gjithashtu thotë pejgamberi edhe në shembulli i asaj shtëpisë ku përmendet Allahu dhe asaj shtëpisë tjetër që ku përmendet Zoti, është sikur shtëpia e vdekur me atë shtëpi të gjallë. Gjithashtu është çështja e shtëpisë. Qysh me përmend Allahun në shtëpitë tona, e përmend kur ti ish brenda. Ka në hadithe, pejgamberi ka treguar që njeriu kur hyn brenda në shtëpi, e thot bismillah, shejtani e le jashtë. Kur ulet më thon me hangër buk, me hangër ushqim, thot bismillah, shejtani e le unët. Prandaj ti vazhdimsi më thon ti e ke largu shejtanin dhe ke bë shpirtin të bereqeshëm. Gjithashtu ka një hadith pse ka thon nëse hyn shtëpi edhe thua assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, thuç banove shtëpisë tënde,
Pra se ka thonë kjo do të jetë bereket për juve. Begati për Allah subhanahu wa taala. Pra do të thonë selami, dhikri, përmendja e Allahut në shtëpitë tona është bereqet. Gjithashtu leximi i Kuranit. Si sot për ne të pas një virt, një plan program të leximit të Kuranit. Pse kjo? Nga se në shtëpitë tona me prezantu me laç. Ka ardhur me një transmetim, ka thonë Abu Huraira radhiyallahu anhu, në një shtëpi ku përmendet ku lexohet fjala e Allahut, aty zbresin me laçet. Në një shtëpi ku nuk lexohet fjala e Allahut, aty me laçet largon dhe prezantojnë shejtant. Asi le diçka prej faqeve të Kuranit në shtëpinë tënde, me qëllim që të prezantojnë me laçet edhe të largohet shejtan. Ne kemi edhe vlerën tjetër pas namazit, një dhikr tjetër që ka vlerë veçantë është dhikri që ka në hadithe, kush e përmend Zotin 33 subhanallah, 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar, edhe 100 herë thot la ilaha illa Allah, wahdahu la sharika la, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ka thënë pejgamberi gufirat lahu khatayah. Kush e thot kët, i falën mëkatet. Këtë e kuptojmë që dhikri është shkak me të falë mëkatet. Falën, edhe nëse janë, ka thënë pejgamberi, wa in kana mithlu zabadil bahr, edhe nëse janë gjuna sa shkumë e detit. Këtu del në shesh çështja që dhikri, përmendja e Allahut, i shlin mëkatet. Është një çështje tjetër që desha me përmendën që është shumë me rëndësi, është meselja gjitha adhurimet në Islam lidhen me dhikrin. Gjitha adhurimet. Thuaj si ka mundsi? Po. Nëse ndalemi ta meditojmë çështjen namazi. A disa shumë është i lidhur me dhikrin. Prej kur hin koha namazit, me çka hin koha? Me ezan. Allahu akbar, Allahu akbar. Para më thonë hyrja e kohës namaz fillon me dhikr. Me çka himi namaz? Allahu akbar. Me çka më thonë lëvizet, me çka lexojmë në qiyam? Lexojmë Kur'an, është dhikr. Sa Allahu thotë në Kur'an, disa vende në Kur'an është që e ka përmendur Zoti që Kur'ani është dhikr. E përmendën në fillim, më thonë në disa vende Allah ka përmendur që Kur'ani është dhikr. Pra më thonë ne bëna dhikr edhe gjatë leximit të Kur'anit. Kur shkojmë në ruku, themi bëmi dhikr, Allahu akbar, subhana rabbiyal azim, sami Allahu liman hamid, dhikr. Pra më dhikri është shumë i lidhur me ibadetin e namazit. Po vlen veç namazit, jo, edhe mas namazit. Si t'jap me selam, astaghfirullah, astaghfirullah. Dhikr. Më thonë pas namazit themi 33 subhanallah. Më thonë shiko dhikri sa ka të bëjë me namazin. Por gjithashtu me ibadetet tjera, shem ulemaj ka përmend me ibadetin e agjerimit. Allah kur ajetet e agjerimit në Kur'an, në fund kur thot Zoti "Walitukabbirullaha ala ma hadakum". Dhe në fund Ramazanit është prej sunetit me bë tekbire. Agjerimi kur e krimi, atë natën e fundit çka bëjmë tekbire, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa. Mos agjerimin e krimi me tekbire. Gjithashtu haxhin. Allah më ka përmendur në Kur'an ajetet e haxhit, thotë kur ta kryeni kur dini prej Muzdelifës me shkul Mina, wadhkurullaha kathira. Përmendni Allahun ke dhikrikum abaakum. Ashtu si përmendni baballarët e juaj, përmendni Allahun, bëni dhikr kur të vini prej Arafatit, Muzdelifë edhe me shkul Mina. Për dhikrin në hax. Gjithashtu është dhikri edhe në çdo adhurim. Bile ka thonë ulemaja, çdo ibadet prej namazit, agjerimit, zakatit, haxhit, te Allahu grada ngritën në bazë dhikrit. As sa më shumë ka pas një ibadet, sikur namazi, ka pas më shumë dhikr, është më me vlerë te Allahu. Për ta synë në dinën për hadithe është përmendën, pejgamberi ka ndëjtë në sejdë, aq gat ka menuar Aisha radhiyallahu anha se pastaj ka shkuar ka prek, mos ka dek. Mo çfarë shumë ka bëu dhikr në sejdë. Në gjithashtu ka lexuar Kur'an në qiyam. Për që më thonë, çështja e dhikrit, më thonë, aty ku është, aty adhurimi, më thonë, e ban më të vlerëshëm. Më në fund desha me përfundu edhe me një hadith, që është hadithi madhështor, që të jep atë kuptimin, më thonë, përfundimtar, që dhikri është puna më e madhe. Thu është hadith, hadithi, më thonë, është e shënoi Imam Tirmidhiu, hadithi është, më thonë, sahih, Sheikh Albani thotë që është sahih, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ala unabbiukum bi khairi a'malikum. Aty të regoj për punët më të mira të cilët janë për juve. Wa azkaha inda malikikum. Dhe më të pastrat e Allahut, më të veçantat. Wa arfa'iha fi darajatikum. Dhe më së shumti që va ngrit gradat tek Allahu subhanahu wa taala.
Wa khairun lakum min infaqi adh-dhahabi wal waraq. Dhe më mirë se sa të jepni thot ari dhe argjend të jepni sadaka. Më mirë se kjo. Wa khairun lakum min an talqu aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqahum. Dhe më mirë se sa të takoni armikun, ai që mshon juve të qafat e juve, edhe ju që mshoni qafat e tyre. Më mirë se këtë këta, kush thëllësh? Thanë sahabët, qalu bela, ja Rasulullah. Na tregot cila punë që ka më vlerë se këtë këto që përmendën deri tash, pejgamberi sa tha, dhikrullahi ta'ala. Përmendja e Allahut është më mirë se këtë këto që i përmendën. Si thash edhe pak më herët, më thon aty ku është dhikri, ai adhurimi do ngritet më shumë. Edhe këto adhurime që i përmendën pak më herët, zeqati, sadakaja, edhe këta me dhikr edhe më shumë ju ngritet më thon vlera. Më në fund e lutem Allahun subhanahu wa taala që Zoti na mëson vazhdimsi ta përmendemi Allahun, ti kemi gjuhët tona të lagura duke përmendur Allahun subhanahu wa taala, nëse vazhdojmë me kanë këshune, do të na zbuten edhe zemrat. Edhe do të jemi më aktiv në punë të mira. Për këtë arsye, munafiqët Allah i ka përmendur në Kur'an, la yadhkuruna Allaha illa qalila. Munafiqët e përmendin Allahun vetëm se pak. Edhe ata përmendin Allahun, por pak e përmendin Zotin. E ideja e kësaj ligjat është që ne ta mësojmë veten, do ta përmendim Allahun shumë. Nga se më thonë nëse përmendim Allahun shumë, do të jetë zemra jonë do të jetë angazhuar me punë tjera. Nuk do të kemi kohë më marr me gjunahe. A dini njeriu që bën gjunahe, ai bën gjunahe pse ka zemrën nga flet. E njeriu që bën dhikr, që mëson gjuhën me bë dhikr, si ka mundësi me bë dhikr dhe më shumë me bë gjunahe. Pasi tregon një rast, vjen një person një dietar, thotë që ka qenë Ibn Bazi rahimullah, edhe vjen i tregon për një person tjetër me bë gibet. Do më ka thënë diçka. Shehi thot, dietari thot, sebbih. Lëni këtë mohabet. Bën tasbih, më thon. Thuaj subhanallahu, thuaj alhamdulillah, thuaj mos më merr me çështet kota. Kështu ulemaja, dhe kanë vret, më thon se non në jetën e ulemave, si mos të shepim bazë për mendëm, është vret, më thon shumë tek këta ulema përmendja e Zotit, shumë është vret, më thon. Saqë thuhet që tregon për Ibn Bazin, kur ka bëu dikush pyetje, ka marrë ka shtit diçka te goja që më nal gjuhën e vet, se s'ka pas mundësi me kuptu pyetjen, çfarë po thot. Për lëvizjes së gjuhës. E ka tugu gjuhën se herë me thon, me bë dhikr, o dosh me shtit diçka në gojë, në sen që më nal gojën mos bëje lëvizje. Që me kuptu pyetjen se çka po bën, çfarë bën pyetje, më thon. Këta janë ulemat, janë më thon dietarët e ton. Allah na mësoj dhe neve ta ndjekmi rrugën e këtyre njerëzve. Wa aqulu ma tasma'un wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allah i nderoft, Allah i shpërblet.